raport me Turqinë që kemi një debat ndërkombëtar gjeopolitik ushtarak për një luftë të mundshme Turqi-Izrael. Që në fakt nuk është kështu. Është Turqi, Izrael, Çipro, Greqi, Francë. Por Rusia s'fut fare apo mos e ngatron fare? Jo, Rusia e ka shpëtuar jetën Erdoganit në grushtin ushtarak 2016. I Rusi është fitimtari më i madh sot në botë si pasojë marrëveshjes Alaskës. Po të shohësh në Alaska, Trumpi dhe Putini. Okej, më qëndroti, po si ndihesh se futa unë me këtë me Rusin. Po, me këtë skemi që shpjegova tani. Lidhe me Turqi, Greqi, Francë. Bukur. Në aleancën Turqi, Greqi, Francë, Çipro, pa ditur në gjë, ne kanë futur ne. Shqiptarët. Me pasha limanin. Jo, me gjithçka. Me ishut e Sazanit, ku do ngret një bazë e tyre. Pse s'do bën hotele kështu me 17 yje atje? Ke 2/3 do bëhet ajo që thua ti. Ke 1/3 do bëhet bazë izraelite, kështu ka thonë një nga ekspertët më të mira turke në Amerikë, që ka qenë punonjës e FBI dhe që është e njohur në podcast e saj dhe që i peshon fjala, nuk është një person që i lëshon kështu që sim fjalët. Dhe ajo thotë që në 1/3 e Sazanit është bërë marrëveshje që do instalohet një teknologji e lartë ushtarake izraelite kontrolli ndërkombëtar, në fjalë nga ato që quhen qendra të monitorimit ndërkombëtar, në formë krejtësisht ushtarake, që ka çoroditur çdo vend NATO-s pasi është e vetmja në gjithë Europën. Në asnjë vend NATO-s nuk guxojnë ta bëjnë ata këtë gjë. E kanë bërë në Shqipëri me ndihmën e Edi Ramës, sepse ata friksojnë çdo lloj ambasadori që guxojnë me fol për këtë punë. Dhe unë vetëm ja shpresoj që kam ky ambasadori amerikan që po vjen. Po, me vetëm ja shpresoj që kam mund të. Ky një gjë kam shpresë, ka vetëm një gjë, duke qenë ushtarak. Ushtarak. Ai e di vlerën strategjike ushtarake të Shqipërisë dhe të shqiptarëve rajon, për shkak se vjen nga një background i tillë. Dhe ai mund të luajë një rol për të friksuar disi këtë elitë anti-shqiptare që kemi kryer, që po shet interesat gjeostrategjike ushtarake të Shqipërisë, duke zhdukur portën e Durrësit, duke ulur peshën gjeopolitike faktorit shqiptar rajon, duke cënuar rënd interesat amerikane e rajon, por dhe gjermane. Dhe kjo shpjegon dhe problemi gjerman me Edi Ramën. Dhe mendoj unë që mund të kthejmë prapë Pasha Limanin, bazën ushtarake, portën e Durrësit. Mendoj unë. Po nga që unë ja kam fut kot gjithmonë kur vi puna, që vin ambasadorët këtu, dhe kam gojën zeher këtë pikë, ja fus kot me fjalë. S'du me fol për ambasadorë. Friksohesh edhe kësaj, edhe këtë herë. Ja, kam hongër herë. Me urikim. Po. Po s'kisha fajse. E caktoi koha kur ishte Trumpi. Ajo ishte nëse. E hongër ato që e hongër aty. E tha Trumpi që e kam gabu. Problemi qëndron që unë e kam hongër një herë atë gabim dhe se bëj më. Pra dhe unë nuk kam ne optimizëm madh, më kuptove logjik. Por unë shpresoj nga që ka formim ushtarak. Njeh aspektet e doktrinave ushtarake mbi pozitat gjeopolitike të ushtarake të vendeve në zonë, dhe duke e ditur e faktorin shqiptar, pozicionin gjeopolitik, duke ditur që bon stili s'ka asnjë vlerë pa portën e Durrësit, zero vlerë pa portën e Durrësit. Tani këtë përplasjen reale midis Turkut, Greqisë për Çipron dhe Franca, kur e sheh që mund ndodhi si gjë domethënë? Si po e shohim kështu vetëm në këto lloj mesazhe që ndoshta nuk i shohin edhe media. Unë di këtë gjë. Europa nuk është gati për një konflikt të Francës dhe Greqisë me Turkun. Europa nuk është gati. E dyta. Kuptimet thuaj që nuk është gati. Nuk është gati, do thotë nuk e inkurajon një konflikt tillë. Se duhet edhe çik të jenë palët në lojë. Gjermania është pozicionuar në marrëveshjen e dieshme dhe të pardjeshme që kam lexuar në informacione. Shohim një bashkëpunim shumë të fortë të ri ushtarak Gjermanisë me Turqinë. Po çfarë do thotë bashkëpunim gjerman me Turqinë, Francë me Greqinë? Do thotë që ne po kthehemi aty ku të kam thënë në çdo emision, ku e kemi lënë luftën e dytë. Që lufta e parë dhe lufta e dytë janë një luftë me një pushim mes. Lufta e tretë vazhdon lufta e parë dhe e dytë, që në fakt është një luftë. Pra është një luftë që është ndarë me 3 betejë, që po ndajmë 3 betejë. Absolutisht mund ta thuash. Dhe gjithë këto luftra i kanë bërë çufët. Edhe të parë, edhe dytën dhe tretën. Dhe këto luftra të çufave synojnë rënimin e civilizimit perëndimor të krishterë. Tani rasti i Greqisë me Turqinë është një nga rastet më tipike për të studiuar se si funksionojnë agjendat. Çto çufët aleancë ushtarake me Çiprin dhe Greqinë. Para 2 ditësh ka dalë një lajm në mediat greke, që unë kisha parë që kur kishte dalë, që në Çipro është paraqitur një leje ndërtimi, kërkesë për leje ndërtimi në bashki, që një fshat
Çipriot i zbrazur, i shpopulluar, të kthehet në një fshat të kolonëve jude. Siç ka ndodhur në Palestinë para 100 vjetësh, po ndodh në Shqipëri shumë shpejt. Ky fshat duhet i çufove. Ku është problemi? Problemi është që tashmë për herë të parë po zgjohen grekët, që lufta e tyre me Turqinë dhe aleanca e tyre me çufët është shumë qesharake. Pse është qesharake? Është qesharake se kanë bërë aleancë me çufët kundër armikut dhe duke dinë që armiku janë ata. E kuptove logjikën? Po. Pra duke dashur të luftojnë me armikun turk, se kanë kuptuar që kanë futur në shtëpi atë që do marrë ishujt, që s'është Turqia. Janë çufët. Izraeli. Dhe koncepti është që aleanca ushtarake, Çufo, Çipro, Greqi e ka kthyer Çipron de facto në një tokë të çufove. Kush ka informacion për imobiliaret, për tregun imobiliar në Çipro? Po zbrazit Çipro nga Çipriotët dhe po mbushet me pronarë të ri që janë kolon të judeve, sepse projekti i Izraelit të madh e ka Çipron pjesë projektit të tyre. Kjo shpjegon pse në Çipro janë zhvendosur 220.000 trupa që nuk gjen në vend të botës, në asnjë vend të botës, një ishull me ushtri kaq të madhe të përqendruar në këtë ishull. Pse kanë çuar turqit 220.000 trupa me një nga generalet me gradat më të larta në nivelet e komandimit në Turqi. Ky komandant ka drejt të shpallë luftë. Ky komandant me të gradën që ka. Ky mund të bëjë luftë, ky mund të pushtoj Çiprin. Pse kanë çuar 220.000 trupa në Çipër? Në atë zonë kaq të vogël, në atë ishull kaq të vogël. Jo 220.000 veta, trupa ushtarake, vetëm ushqim sa duan në ditë ata. Vetëm ushqim o ushqim. 220.000 veta, sa duan ushqim. Bëj llogarit. Këta njerëz nuk janë çuar aty për shkak se s'kan kujt. I kanë çuar se aty është zonë e rrezikut të lartë. Dhe turku ndërkohë ka vite që po mundohet të rikuperoj kohën e humbur kur presidenti para tij ishin veglat grushteve që organizonte CIA dhe çufot në Turqi. Dhe një nga gjërat që ka bërë Erdogani është rehabilitimi i industrisë ushtarake, që ka filluar Turqia të bëhet një fuqi reale e prodhimit ushtarak. Dron, aeroplan, raketa, tani dhanie, shumë. Turku po ndërton një flotë shumë të fortë ushtarake. Nuk e di punën e ndecëve si e ka zgjidhur, por marrëveshja e fundit me Gjermaninë që ka bërë turku është shumë inkurajuese për ushtrin turk. Tani kthehemi ke Greqia. Greqia është një vend në krizë, të vazhdueshme. Mbi të gjitha në kontrollin e çufave. Dhe ka bërë marrëveshje me Francën, ku Parisi është kryeqyteti i çufave të Evropës. Dhe Franca, që është aleati natyrshëm i Greqisë, nuk është një vend i besueshëm. Pse nuk është i besueshëm? Franca e ka lënë gjithmonë në palët.